Partia Demokratike zgjurtë Arizona akuzat e saj për blerjen e votave në Dibër duke depozituar pranë prokurorisë së krimeve të rënda kallëzim penal për një grup të strukturuar kriminal që sipas saj po vepron në këtë zonë. Ky grupi i strukturuar kriminal, i krijuar posaçërisht për të vënë jetë mekanizmin kriminal të blerjes së votave dhe të intimidimit të votuesve, rezulton të jetë aktiv dhe të veprojë në zona të caktuara të territorit të Bashkisë Dibër prej të paktën 10 ditësh. Partia Demokratike ka përmendur persona konkret në këtë kallëzim, duke nisur që nga drejtori i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Dibër, Dionisi Meri, i cili sipas opozitës është personi përgjegjës i ngarkuar me detyrën e sigurimit të fondeve financiare për blerjen e votave. Ndërkohë që shtetasit Afrim Mikli, Arben Keshi, Agron Malaj, Ylli Mikli, Spartak Koltraka, Nuri Meta, Qamil Leta e të tjerë janë të ngarkuar me detyrën e shpërndarjes së fondeve dhe sigurimit të votës nëpërmjet pagesës së kundralishme. Mëtej shtetasit Jetmir Leshi, Drini Gjeqi dhe Sonila Braha janë të ngarkuar me detyrën e kanosjes së punonjësve të administratës. Duke kërkuar prokurorisë që të nisë hetimet menjëherë, Partia Demokratike ka theksuar se pjesë e këtyre hetimeve duhet jetë edhe kandidati i koalicionit për Shqipërinë Europiane, Muharrem Rama, i cili është përfituesi drejt për drejt i kësaj skeme kriminale.